familja e faraonit, kur e gjetën atë tabutin, në fakt edhe aty ka qenë një grua shumë interesante, gruaja e faraonit që edhe ka pas një lloj inspirimi. Thot e ata e morën, thot Allahu xhalla xhelaluhu, që të bëhet ai armik i tyre dhe dëshpërim për ta në të ardhmen. Inna Firauna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Pa kur farë dëshimi, Firauni, Hamani dhe ushtritë e tyre respektive ishin njerëz që patën gabuar në qëllimshëm, pra në hapat e tyre. Wa qalet imra'atu Firauna qurratu 'aynin li wa lak. I thot gruaja e faraonit, i thot faraonit: sa mirë, na qetësohet syni edhe mu edhe ty. Thuhet se ata nuk kanë pas fëmijë. Dhe ajo në këtë rast e ndjen që ky mund të jetë ai fëmia që do t'ja marr pushtetin, por edhe ajo e pati kuptuar që faraoni është despot, është njeri pa drejt, ndërka s'kishte mundësi që të largohej prej tij, prej zullumit që kishte. Edhe thot ajo: la taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Thot ajo: mos e mbytni. Ndoshta na bën dobi neve, apo mund ta birësojmë, mund ta adoptojmë, ta bëjmë fëmijë tonin. Ata nuk po e hetojnë një gjë, një prapaskend që do të mund të ndodhë. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Mirë po, me kalimin e kohës, zemra e nënës së Musait a.s. u prek, se nuk e dinte se çfarë po ndodh. In kadet letubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Thot ajo do të mund të devijonte, do ta humbte sabrin, durimin, po të mos e lidhnim ne zemrën e saj dhe të bëhej besimtare. Pra kjo i bie se njerëzit korriten, por këtë do ta kërkojnë ndihmën e Allahut, do ta kërkojnë ndihmën e Allahut në çdo çast, në çdo moment, dhe kësaj do të duhej që të vlerësohej se e tërë mirësia, i tërë udhëzimi, i tërë shpëtimi është prej Allahut xhel xelaluhu. Në moment kur ti mbështetesh në fuqinë tënde, edhe atë inspirimin që ta ka dhënë dikush, ti thua, mos ka qenë kjo një gënjeshtër, mos ka qenë kjo një rrend, mos ka qenë kjo një paralajmërim djallëzor që unë kam pa një ëndër mbi cilën po shpresoj, por në fakt nuk ka as të paktën arsye, as të vogël arsye që të jetë gjendja ime kështu. Pra mund të humbë dhe të fluturoj ai besimi dhe mbështetja në Allahun xhalla xhelaluhu. Wa qalet li ukhtihi qussihi فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Kësaj pra ajo gruaja e faraonit i thot motrës së vet që ti tregoj nënës së Musait a.s. se si është gjendja dhe kësaj që të mos hetohet bashkëpunimi i tyre. E ne thot Allahu Musait a.s. ja bëm të padëshirueshëm ushqimin me gjitë të grave të tjera që kishte hulumtuar faraoni, edhe nga populli vetë, edhe nga Ben Israel, gratë të cilat kishin pasur lindje afër, që do të mund të jepnin gjë fëmijës, mirë po ai nuk pranonte gjin e asnjë gruaje tjetër. E kjo ju tha: hel edullukum ala ahli bejtin yakfuluna. A doni t'ju tregoj një familje që mund ta mbikëqyrin këtë وهم له ناصحون, dhe ata do të kujdesen edhe për zhvillimin e tyre. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha. Dhe ne e kthyem Musain te nëna e tij në mënyrë që të qetësohet syri i saj. Wala tahzan, të mos dëshpërohet. Wali ta'lama anna wa'da Allahi haq, dhe që ta di dhe ta kuptoj se premtimi i Allahut është i vërtet. Walakinna aktharahum la ya'lamun, por çfarë të bësh shumica e njerëzve këtë nuk e din se premtimi i Allahut është vërtet i pandryshueshëm.